Ate unë dua çimçakiz. Unë dua çimçakiz. Hello. Flokët dhe mi si gjithmonë pas pune janë të çakëtisur. Nesër kemi takim të dentisti me Alinën dhe do I them për këtë dhëmbin e Roelit se I ka dalë tjetri nga poshtë komplet dhe bllokon këtë vjetrin që të lëvizi tamam lëviz, po jo tamam dhe shkon kështu si përpjet. Edhe shumë acaruese se këto nuk të pranon ta heqin, po ti bëj triket e mia që ta heqin. Hëngër mbrëmjes kuki, patatina, kisha shumë ullin, kam ngrënë shumë sot, kam ngrënë byrek me djath me ullin që I morëm dje tek Lidl edhe nuk bëm supermarket haul sepse I sollën në shtëpi edhe unë shpenzova pak kohë vetëm me veten time. Jashtë sepse kam nevojë të paktën 1 orë, kështu që nuk I bëra supermarket haul. Mora kafe sepse kam mbaruar, ka ngelur vetëm 1 kapsulë më duket. Vetëm 1 nga këto kapsule. Tani kjo është më e fortë si kafe, por nuk kishte si ajo që marrim gjithmonë. Edhe sa të rim pa kafe, më mirë marr Dhomë që se kam hapur asnjëherë kutinë kështu, shikoni ju, e hap gjithmonë kthej nxjerr fus brenda. Edhe kjo është shumë mirë, po ta presësh për shumë edhe ta lesh edhe aty. Nëse s'ke një vazë ose një gjë. Nëse, kjo është shumë e fortë, sepse ne marrim zakonisht 8 me këtë intensity, forcia që ka, kjo është 11. Kështu është e mirë se I kemi provuar dhe herë tjetër, thjesht është pak e fortë. Kështu që to mund t'i lej për Alinë në Elin, po duam të bëjmë dhe një gjë, bashkë me kutinë. Edhe kështu e nisëm javën që thoni ju. Deri tani isha duke paguar faturat që janë për të paguar. Ka akoma, se nuk mbarojnë. Por më duhet të merja në telefon këta të dritave dhe gazit këtu, sepse nuk kam bërë akoma accountin. Edhe kam regjistruar emrin e Erionit dhe ajo më pyeti ku është. I thash në punë, ku është? Sepse nuk lejohet që të ndryshojmë për shembull ose të shtoj emailin ose diçka, duhet ta bëj ai vetë. Kurse pagesën lejojnë që ta bësh. I thash po si pagesën mund ta bëj domethënë, kurse të dhënat nuk I ndryshoj dot, po tha pagesën mund ta bësh. Për lekët, për çdo gjë për lekët, njerëz. Edhe kështu. Alina mund të ndërtosh diçka me këtë, të bësh makings. No, thank you. Hello, YouTube. Jo, të harroje se ke ngrënë rrugës. Kuki, patatina, ti edhe unë. Mund t'ja japësh Roelit sa I bën makings. Këto kapsulat blu nuk më pëlqekan se nuk shkojnë. Ato të tjera që janë ngjyrë kafe, sikur shkonin në ambientin budallik domethënë. Po jo tjera. Çfarë? Ska. Po, sepse s'kishte si ato, sepse Ma do just flasim found shqip në the shtëpi, do flasim shqip në shtëpi. Kemi marrë patate. Jam të fashqip. Kujdes më. Patate për air fryer. Pasi më shderdhur se u hap sheqeri rrugës, mora sheqer sepse u mbaron. Ne nuk e përdorim për kafe sheqerin, Erionin ndonjëherë për çaj. Ose mund të bëjmë dhe një kek ndonjë gjë. Edhe me kafe sometimes. Edhe me Chicken kafe nuggets. sometimes. No, me kafe ne nuk e pijmë. Chicken nuggets. Nuk, të shtëpia vjetër. Edhe kam marrë mish Të shtëpia liçi. vjetër ka Shtëpia vjetër, të shtëpia më përparshme. Yeah. Kam marrë kockat e viçit edhe me këto pjesët e bishtit, kockat Do e amër I bishtit. qëna. Jo, ti nuk e hapo lëngun e kësaj, ti e vdes për këtë, për lëng mishi. Edhe s'me... Dhe bëjmë lëng mishi. Yay. Thash që po të vinë shtëpi do pushoj, tani është ora 5:05, si jam ullur akoma, as kam e qëllur akoma. Jo. Mora dhe këto tortijat për në fundjavë. No. Edhe bukën. Edhe kaq, të gjitha këto bën 33 pound cookies që I Po hive. need scissors. Po meri scissors, po do e bësh të dhoma.
Tani unë do e vendos këtë mishin të zihet me kockat, se do e lej disa orë aty. Edhe nuk e di që do ju bëj, mbase bëj chicken nuggets edhe patate me që i kam gati këtu. Edhe kanë ngrënë patatina, kuki, kështu që nuk është se do kenë shumë uri. Edhe kështu, jam me 2 mendje të bëj kek sonte apo nesër në mëngjes. Me 2 mendje. Nëse ju çka keni bërë, si e keni kaluar, në shëndet si keni qenë. Shikoni fuqën time atje që po karikohet. Edhe sot tek puna kishim një djalë të ri që filloi sot, që normalisht u mërzit pak kur mami iku, që ndroj mami vetë me të. Pastaj iku për një 20 minuta dhe normalisht shumica e fëmijëve prisni të mbush ujin se mbase s'më dëgjoni fare. Edhe nuk e kemi mësuesen kryesore, sepse mungon për arsye të saj familjare këto ditë, kështu që e kemi pak si vështirë, megjithëse kishim normalisht një mësuese tjetër, por është shumë ndryshe kur është një që është çdo ditë aty. Gjithsesi, mirë ja dolëm, bëri goxha ftohtë sot. Edhe nuk e di pse nuk po punonin edhe kaloriferët aty te nursery. Dhe ai që rregullon çdo gjë në shkollë nuk ishte sot, edhe ishin shumë njerëz jo mirë, edhe në drejtoresha ishte smur. Edhe kështu, por ja dolëm. Tani unë kësaj të mishit, e di që mund t'i hedhë shumë gjëra, por me thënë drejtën më pëlqen kështu lëng mishi sade, si thonë. Kështu që do i hedh vetëm krip. Dhe shikoj nëse e kam mbushur ujin në maksimum, që t'i marrim më të mirën, se është goxha mish edhe kock. Kështu që kam marrë kontejner kështu kontejner, që t'ju them tani atyre, që ta fus edhe në ngrirje, kam disa, por jo posaçërisht për këtë, sepse doja që ta mbaj dhe në akull, në ngrirje. Anyway, ta vendosim ta bëjmë tani një herë, pastaj shohim. Ma si qumshte. Qa? Ma si qumshte. Nëra rivi këtë të poshimë. Why is there milk on the handle? Papo? Is it the milk? Si të bësh mirë në mami. Ma këtu. It tastes like nothing. How is it? What? You took one? What's inside? You already tried it. It's different. It's way different off the page. That's chocolate. What? Chocolate one. T H E the is nothing. For here, it's Mirë, tensioni. Do e provoj pas kafës tani. Huh? Ha, mam. I said it straight in his ear. What? 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 What?
Po jo të veshje, më. Ora 7:05 dhe është krejt errësirë jashtë e sot e ka dhënë për furtunë shiu. E kam ndjerë zhurmën e shiut që nga ora 6 kur u zgjuan çapaqullat. Por kam bërë kafen që ta pi kështu pa u veshur akoma, se kam kohë me që hëngrën cornflakesa sot të bëjnë një gjë të madhe. Edhe tensionin e kisha shumë mirë, 10:05 në mëngjes pa kafe do e provoj. Do pi kafen tani, do pi dhe një pasdite dhe ta shikoj kur të vi pasdite që kërë. Po që marrë një herë. I ka bë kafen babit Roeli edhe po unë e dalloj nga ngjyra kur nuk i ka vendos kapsul. Edhe thot po i bëj prank babit. Bëj për të jetë pushim, jo kur është me ikë te puna. Kush? Okej. Që shikoni ju këtu, shikoni këtë të pjasterit. Që doja t'ju thoja unë. Kur isha të dielën që po shpenzoja kohën time alone jashtë, u futa tek ai charity shop që kemi këtu afër, edhe i mora Roelit Alinës nga një libër. Normalisht janë 1 pound e gjysmë, janë shumë të lirë, por që për këta që nuk e din akoma se si është puna e charity shop, si mbase më vonë do kërkojnë gjëra të reja, është okay dhe është thjesht mirë që t'ju futet ajo dëshira për të lexuar. Edhe ju bëra edhe nga një dedikim të faqja e parë e librit. Edhe kështu. Edhe i hodha një sy qërave aty. Edhe gjeta një prerse lapsash. Që është prersja e lapsave më cute. Çfarë ka ndodhur me palukët e mia që kam pasur ndonjëherë. Shikojeni pak. Është me këtë kabinën e telefonave tipike të Londrës që unë i adhuroj. Edhe ka vendin këtu për të mprehur. Edhe unë besoj që do ta mbaj. Kam harruar ta shikoj në fakt si nëse hapet. Besoj që shikoni ju, nuk e pas kam parë. Besoj që duhet hapet që të dalin ato beturinat, por edhe nëse nuk hapet, është shumë e bukur si dekor, domethënë. Unë ja adhuroj, nuk e di, kjo është një nga gjërat më të veçanta që i thyen shumë bukur ngjyrat e ndërtesave, motin gri të Londrës edhe shumë gjëra të tjera. Kështu që e kam shumë qejf. Edhe ajo ishte 50p, më duket, 50 pence. Kështu që thash hajde po e marr edhe atë, se nuk do na i pasuria. Për kaq. Nuk e di çfarë ka ndodhur me palukët e mia sot. Kam fjetur shumë keq mbrëm. I thava me tharse para se të flija edhe nga që unë flej për mbys, palukët e mia zejnë për pjetë. Anyway, shumë mirë janë, nuk është se do bëj edhe një që se edhe buzët, nga që unë vendos zbutës gjatë gjithë ditës, por në mëngjes, nga që bëhen nga kremi pudër, kremi diellit, edhe bëhen si të bardha, si me thënë. Kështu që po i vej pak lapsë. Të thoni ju çfarë po bëjnë çapaqullat që nuk ndihen. Po shikojnë këngë. Thua të dëgjojnë këngë apo po shikojnë këngë? Po i dëgjojnë këngët duke parë klipin në YouTube. If it makes sense, ta fik të pjasterin unë, që mos ta legjit i të ndezur. E kanë gjetur tani me që nuk është se i letë shikojnë gjë në mëngjes, video e kështu gjëra.
Edhe e kanë gjetur, thonë, a mund të shikojmë pak këngë. Okej, se 10 minuta ko është kjo. O, sot, nuk e di, kanë zënë shumë keq për luket sot. Por, okej, se me këtë shi, nuk është të do ndihmoj shumë edhe po t'ishin mirë. Kemi dhe dentistin sot pas shkollës, më janë bërë shumë kutia si këto, edhe dua t'i mbaroj. Se kam shumë bezdi kur kam shumë gjëra të cilat i përdor në të njëjtën kohë dhe krejnë të njëjtin funksion. Kështu që po e marr dhe këtë me vete dhe vendos gjatë ditës. Edhe ka që është kjo koha shkrete mëngjesit, ja kemi goxha kohë. Kafen që mora dje, kapsulat që ishin shumë të forta. Erioni është okej, se tha të paktën ta pim këtë kafe në mëngjes edhe të mban deri diku. Kurse unë nga që jam mësuar me kafen tjetër, merr një fjonkë të lidh mami flokët, edhe sill 2 fjonkët që janë të tapetit, e lutem. Ç'a ndodhi, pse u mërzite? Minecraft songs. Okej, shko thuaj vendos këngë normale ose do e fiki mami. Edhe më sill fjonkët që janë të tapetit. No, se do ikim tani, mam. Nuk shikojmë dot video. Edhe unë e bëra këtë kafen me qumësht, që mos t'jetë shumë e rëndë ose e fortë derisa të mësoj mund, se nuk është kush e di, po nuk e di, dje pas dite më erdhi super fort ajo kafja. Kështu, unë sot s'kam bërë, do me thënë, kam për të marrë me vete, po i kam zënë gjitha ato enët që vendosa lëngun e mishit. Thank you, Alina. Po tjetrin? E solle për vete këtë? Okej. Po tjetrin për mamin? Do ta marr. O, driti. O, zotë, të hoj këtë qafën fare. Nona, mos e prek atë se rrezohet. A do që të marrësh qizmet deri te shkolla? Qa qizme? Ato, Wellis, që kishe ti, po shumë shi sot. No. Atëherë ato të pis, si do i fusësh në çantë, atletet? Se s'mund dalësh me atlete në këtë shi. No. Merr këpucët e mbaj ato te çanta ishit te shkolla. Okej? Ti kam bërë si Miss Kelly. Prit. Miss Kelly's hairstyle. Shko ma sill atë edhe baluket e tua. No. Po prit. Ha. No. Okej, Alina, po do të lagen këmbët o mami, se është shumë shi. Sot e madhe. Keni kështu kalamigjash jo kokfort? Apo s'keni? Vendosim një qikës blash të ngrohemi pak. Sa me thënë, po ka goxha pigment. Riley is wearing a normal song now. Qa është enormus? Çfarë është enormus? Kjo e bën topuzin të plotë edhe kur e bëj kequn. Çfarë shiu me erë. Stilet ka shtëpia. Anyway, të vendos një qik vaj kutikulash me që kam kohë, sepse më janë tharë shumë. Edhe, kur më thahen këto kutikulat anashtojnëve, dhe më thënë kutikulat të thonjve janë. Unë filloj dhe i gric thonjtë. Dhe nuk dua, sepse kohët e fundit i kam bërth shumë shpesh. E dua të paktën ta shty 1-2 javë. Ndërkohë kemi 2 ditë lindje,
Një në shkurt, një në mars, deri tani. Dhe të dyja janë për Alinën, njëra është Kushëriri dhe njëra është shoqja e ngushtë e Alinës. Kështu që kind of duhet të shkojmë tek të dyja. Të paktën janë ditë të diela parti, kështu që mund të mbaj Erioni Roelin ose mund të shkoj Erioni dhe unë marr Roelin. Sepse po të ishin ditë të shtuna është pak e vështirë kur ke dy se ose ditë jave, se ku do e lesh. Edhe zakonisht ato të shkollës gjithmonë thonë është okay, po ta marrësh dhe fëmijën tjetër, thonë vetë domethënë. Por që edhe kuptoj sepse është shpenzim ekstra se të gjithë kanë vëllezër e motra dhe i bie që t'jenë nga 2 për çdo familje për shembull, edhe është goxha shpenzim. Kështu. Tani unë vajin e vura, krem nuk po vendos, kam te çanta. Ika për sot. Nuk e dija ta marr me vete këtë që ta vendos edhe në drek, se realisht më thahen shumë këto kutikulat, po e marr dhe me vete. S'është se do zëri shumë vend. And then next Tuesday, we can do 20 push-ups. Okay. And then I'm on first on the Po si nuk u lodhe duke fol më imam, ha? treadmill until I'm 30 times into Okay. Alina, ku po shkon ti? Ke dentisti? Ha? Kau. Dentisti me qef shumë të madh. Këtu. Okay. Kujdes. Come on, mommy. Mom, do you like frozen? A vashmi? Alina. Ora 6 pa 1 çerek. Edhe tani sa erdhëm në shtëpi. I don't need words. Edhe ishim te dentisti sot me Alinën, kishte pak frikë, po është shumë mirë kur bëhen këto takime të rutinë se mësohet. Edhe lash prap pas 6 muajve që i bie në korrik. Do me thënë qiltërsia e tyre është në maksimum, thonë nuk i kemi larë, nuk i laj zakonisht në mëngjes, ta i laj vetëm darë kur fle qumë. Edhe i lanë dhe në mëngjes, jo gjithmonë, nuk të gjonë mund thotë jo, ose pastaj dhe rutina e mëngjesit. Kështu që i tha dentistja që duhet i lash se s'bën edhe në mëngjes, jo që nuk e dinte, po nëse çdo gjë në rregull ishte. E pyeta prapë për Roelin, për atë dhëmpin, tha jepi edhe disa muaj kohë, thash o zot i madh. Po ç'a të bësh? Anyway, që të dy do e kenë për 6 muaj takimin rutinë tani që të kontrollohen. Ishte në orën 4:01 çerek, edhe pastaj me që ishim aty, shumë afër është edhe berberi dhe Roeli ishte bërë për të qethur. Edhe pranoi që të qethej, hamam. Te salloni bëm një xhiro nga Flying Tiger, kam nxjerr gjërat e Shën Valentinit. Ç'është? Një giraffe. Që e bëre me plastelinën. Çfarë ndryshimi ka plastelina nga Flying Tiger që kushton më shumë se sa ajo e Foundland. Break. Mbyll edhe derën të lutem. Kishin nxjerr gjëra kaq të bukura për Shën Valentinin, kështu me zemra, filxhana, gjëra. Edhe hodhem një sy aty sa pritëm diku te çerekore që të liroj vendi për Roelin te berberi, se s'është se kishim. Jo që ke nevojë të bësh të lesh takim, po hajt më. Por ai nga që ka një rekord Guinness për nuk e di sa qethja ka bërë brenda një dite,
Edhe si duket shkojnë shumë, se nuk rri vet ai gjithë kohën. ka dhe punëtor të tjerë. Ule pak zërin Roel. Edhe kështu, nuk është se kishim bërë booking, thjesht qëlloj ai edhe u qetën, morën dhe lëpirëse, se ju jep gjithmonë ai, edhe kështu, kishte goxha trafik atje, derisa erdhëm në shtëpi, kështu shkoj ora, domethënë ora 6 pa një çerek, por e kam mishin gati që kisha bërë dje, që bëra dhe lëngun, po që s'ja tregova, se e futa në frigorifer dhe nuk më doli koha të filmoj. Edhe kështu iku dita sot, unë ndihem pak si me grip, se dje kisha shumë ftohtë te puna, edhe sot isha veshur trasht dhe normalisht kaloriferet ishin rregulluar, por kam që dietë, me thënë. Ecjen sot nuk do e bëj, sepse nga shkolla tek dentisti shkuam në këmbë, që avash është 25 minuta, kështu që nuk do ta bëj ecjen sot këtu. Edhe kemi bigun sonte, por duhet edhe të editoj. Por gjëja tjetër që do bëj është që të mas tensionin prap, për kuriozitet më shumë, nuk është se kam dhimbje koke dhe unë zakonisht nuk kam tension të lartë, por Esmeralda më duket më kishte komentuar, prandaj dhe e madha tensionin në mëngjes, se mbase vetëm në pushime kam tepruar, po them që kam pirë 3 kafe patjetër në ditë, se tani zakonisht pi vetëm 2, edhe më duket çuditshme që mund ta kisha nga tensioni, por you never know. Mos vallë na ka kapur tensioni që tani duhet kujdes gjithsesi me kafet, sado që unë dua kafen dhe e përmend shumë fare, por ora e lule zërin mami. Por mundohem që të kem kujdes. Pastaj, po. Vetëm 5 minutes. Edhe Roeli e lexoi librin kur ishim te dentisti, kështu që e kam lënë që të lozi pak 5 minuta, do shkruaj pak pastaj. S'është se kanë këtu detyra kush e di. Kështu që do mas tensionin tani, edhe them ta bëj dhe një kafe sepse jam e lodhur, por do e bëj prap me qumësht, sa të mësojmë pak me këtë që është pakës më e fortë. Edhe del dhe sasi më e madhe dhe e shijoj pak më shumë, por do ha përpara se kam shumë uri, hëngra një nga ato tortillas me pak reçel, edhe do ha pak. Do bëjmë dush çapachullat, do shikojmë Big Brother. Nga mëngjesi. Tani sa është ora 6:10. Në mëngjes e kisha 10:08 më duket, tani 11:08. Që kam pirë 2 kafe. Nuk po e bëj kafen. Po bëj një çaj më mirë se sa një kafe. Më fal. Na doli koka në dritë. Me flokët e qethura Roela është më mirë. Po bën numbots. Ne pijamat e vitit të ri përdorim akoma, se gjithsesi vitin tjetër nuk do na bëjnë më, kështu që përdorim akoma. Hamo. Kanë 5 deri në 7 minuta numbots. Është kështu loj matematike që bëjnë te kompjuteri me numra. Okej, mam. Edhe ndërkohë po lahet Alina. Tani unë kafe doja, por nuk do pi, se është ora 6:30. Mami, qa është ajo? Can you take it off, please? See, you can't. Roel. Edhe shumë përgjumshëm jam për të parë Bigun. Jam e sigurt që nuk do e çoj as deri te gjysma. Vetëm po fjeta pak tani. Po tek e fundit edhe po nuk e pash, që rëndësi ka. Ha, Morel.
Si po shkon? E kanë dhe kështu me nivele, po nuk e di më base quhet se si aplikacion, nuk e di. Se unë hap nga Google gjithmonë, po në base shkollat e tjera e kanë me emër ndryshe. Po mbaj mend një herë që po ndihmoja te klasa e 4, ishte një gocë që bënte tabelën e shumëzimit këtu. Edhe mbaj mend që po atë javë i dhanë një certifikat tek mbledhja që bëhet për ka gjithë nxënësit për të shkolla, sepse kishte arritur ta bënte edhe më shpejt se edhe mësuesit që janë të matematikës tamam. Edhe unë kur e kam parë vetëm te klasa, ajo e bënte kaq shpejt sa unë nuk arrija do të shikoja ç'a numrash po shtypte për të parë rezultatin. Nuk e di domethënë. Ca njerëz janë thjesht të lindur me një mendje të ndritur në matematikë dhe janë me fat. Por nuk e di, isha çuditur shumë kur e pash. Edhe unë në vjet nuk e kam lënë shumë që të loste këtë, se thoja hajt më. Por që e kanë 3 deri në 5 minuta, 3 deri në 5 ditë në javë që të lozin, sepse ju bëhen fluent në matematikë ose në numrat edhe ç'a bëjnë aty. Anyway, unë duhet edhe të editoj, që thoni ju, që ju të shikoni video nesër, dhe nesër kam një ditë shumë busy dhe puna. Do thoni ju që ndryshon, sepse disa fëmijë që kanë free nga shteti 15 orë në javë, që i bie 3 orë në ditë, mund të zgjedhin që t'i lejnë për shembull 2 ditë të plota edhe një gjysmë dite. Kështu që është goxha e ngarkuar. Dhe janë të gjithë nxënësit e ri që kanë filluar, i kanë ditë të ndryshme, por që e mërkura është një ditë kështu full.